Po së ndjeve valon për kur e veshe për herë të parë fanellën e Kosovës? Si ka qenë ai emocion? Atë në momenti ma i mirë, kështu edhe në karrierë, vendim ma i mirë që ku morë, se e kom di që është diçka e kam gjokun e shqiptare, dhe kupton. Prind i kam pe Kosovë, vi shpesh në Kosovë, edhe gjithë e kom dosh Kosovën, si herë në parë që na ardhë mas lufte këto me vizitu familjar që i kemë këto, të ka ngrej Kosovë, gjithë më ka ngrej Kosovë, gjithë si vëgël edhe thash. Vendim u konë normal, nuk u konë i letë si ju më rritë në Norvegji. Krejt hapat e jetës, futbollit, shkollës, edhe atje kom lu për kombëtare, u kom privilegj se kur je i përgjellën prej lejtarëve 4 milion njerëzve, për shembull më përgjell tepe, më kom pjesën e kombëtare, është ka qenë një privilegj, edhe ato e kom një krenari shumë të madhe. Ama kur u mor vendimi për me lu për Kosovën, u konë këtë tjetër, një ndjenjë është shumë vështirë me përshkru, veç ai momenti, vetëm në sen që kur na dolën në fushën në Finlandë dhe kena nejt bashkë edhe se s'kem, do më donë, veç melodinë që kena një tonën që kem, se s'kem tekst, u konë diqysh veç me menu atë moment, edhe gati më duke 80% shikuesve ju konë shqiptarë, u konë. Që ato e kom di që që kjo është vendimi i duhur, si për mu, si për familje tema, është një krenari atë. E tani normal që kena shënu edhe suksese, është edhe ma mirë, po inshallah po mënëm edhe një histori me bo diqysh edhe. Kjo shumë për të vlerësuar valen që pa marrë parasysh suksesit në Norvegji, të ke vendosur me ardhur me kontribut në Kosovë dhe me punu edhe për kombëtaren e Kosovës. Po çka mendon për lojtarët e Kosovës që po e zgjedhin kombëtaren e Shqipërisë? Më kanë vetë që të pyetje shumë vena, kupton, edhe gjithë kom thonë edhe hala ç'është të menoj, kjo është vendim personal. Ti dush me ndi, për shembull, shumë qatë vendim se merr. Mos e merr një vendim për shkak prindve, veç që i ki prind shqiptar, okej, duhet me lu për Kosovën. Si ti se ndin, ti s'ki mujt me pas sukses që ato ku merr vendim me shkua, kupton? Se ndjen veten rahat me atë vendim, nashta e bën veç për dikën, ama e çata po them dush me ndi, okej, po du me lu për Kosovën, e don Kosovën. Që atëherë ki me pas edhe suksesin, normal, ka herë dush me bo edhe për dikën, se pa bo edhe për dikën, normal. Se unë e di që e ku mësu shumë prind me atë vendim temin. Amo për shembull për mua edhe që u konë diçka shumë primare, pse ku marr vendimin se u konë fillimi, u konë edhe na shteti vogël, po edhe kombëtare vetë sa për fillimit, kisha qef, jo për veti, se unë e kom pas karrierën time, e kom pas ato të punët mia, po kom pas qef me ardhë, me jap frymëzim, domethënë gjenerata u treja, me jap shpresë që edhe pse nashta për momentin që atë ku i kena pas kushtet ma të limituar me sa në vene, kam i ardhë dita që gjithkush prej Kosovës, i talent i madh që e don futbollin, që ka frymë ose ka edhe sakrifis për me mri diçka, ka me pas mundësi, domethënë me jap shpresë gjenerata u treja që mundi me bëj çfarë doni, jo vetëm futboll, edhe në jetë, se nashta për shembull dikush merr tut këshyr, ai nuk lum futboll, po merr frymëzim tut po, për shembull çfarë po bën për shtetin tonë, që emigrojnë në drejtimin e vet, a u don. Çato është Si mundet me kontribuon në forma të ndryshme? Fiks.